Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm Lexo Biblën me ne do të lexojmë nga libri i Daljes, kapitujt 32-34. Tekstin do të lexojë Andrea Pitaci nga Gjakova, ndërsa katekezën do të bëj Petrika Lame nga Bilishti, Famullia e Korçës. Nga libri i Daljes, kapitulli 32, rreshtat 1 deri në 6. Kur populli pa se Mojsiu po vonante të zbrez nga mali, u bashkua te Aroni i tha: "Ngritu e na punot disa hyni që t'na prinë. Nuk dim se çfarë ka ndodhur atij njeriu, Mojsiut, që na nxorri nga dheu i Egjiptit." Aroni u përgjigj: "Ua hiqni vathet e artë prej veshëve, grave të bijave tuaj, e të bijave tuaj, e bini tek unë." Mbar populli bëri siç e urdhëroi Aroni dhe ja sollën vathet. Pasi i morën këta dha të punohet me dal trajtat e viçit, dhe metal e punoi viçin e metalt. Ata thanë: "Ja hynit e tu, o Izrael, që të nxorën nga dheu i Egjiptit." Kur pa Aroni dha të punohet një ilter para truporës, dhe me zë të zëdhënësit shpalli: "Nesër do ta vësojmë në nder të Zotit." Të nesërmen me kuan heret, kushtuan fli shkëmbimi dhe fli pajtimi. Atëherë populli ul të haj e të pi, pastaj u ngrit të dëfrej. Ngjarjet që lexohen tek libri i Daljes kapitulli 32 janë krejt të papritura. Vendoset menjëherë ky tregim pas marrjes së 10 urdhrimeve dhe lidhjes së beslidhjes. Populli që sapo kishte marrë mbi vete detyrimet e beslidhjes harron me sekonda, jo tamam me sekonda, por brenda 40 ditëve, premtimin që i kishte dhënë Zoti. Në një farë mënyre pendohet për premtimin që kishte dhënë. Lexuesi kujdesshëm i Biblës met këtu pa fjalë, në kulmin e tensionit që ky skenar propozon, dhe e pyet veten si do të reagojë Zoti tani, karshi kësaj tradhtie ekstreme dhe të menjëhershme, krejtësisht të papritur. Po Mojsiu, që është akoma në mal në pranitë e Zotit, si do të reagojë ai? A do të pranojë të jetë akoma ndërmjetës? Dhe ndërmjetësimi i tij a do të jetë akoma i vlefshëm? Kapitulli 32 ndahet në 5 nënjësi narrative dhe secila prej tyre e çon përpara një fije tensionin narrativ. Gjëja e parë që na tregon teksti është se populli i bie mohit Zotit, pra bën një apostazi, ndërton viçin e artë. Pastaj Zoti reagon me rreptësi dhe Mojsiu ndërhyn për të parën herë, ndërhyn tek Zoti dhe ndërmjetëson që Zoti të mos e dënoj popullin. Mojsiu reagon e llaj me rreptësi kur ulet poshtë ku ishte populli dhe i thyen rrasat e takimit. Dëshkimi i atyre që kanë bërë apostazi është i menjëhershëm, fill pas kthimit të Mojsiut, dhe Mojsiu ndërmjetëson përsëri te Zoti. Kështu përfunon ky kapitull të rreshtat 30-35. Tek pjesa që lexuam më sipër, theksohet se në mendjen e popullit që po priste në shkretiren Sinai, Mojsiu po vononte me ardhmë. E ta shpjegojmë një fije domethënien e kësaj vonese. Tema e mungesës kujton kohën e provës. Tek libri i Ligjit të Përtrirë theksohet se Izraeli vonon të arrijë në tokën e premtuar. E lexojmë për shembull tek Ligji i Përtrirë kapitulli 8 rreshti 2, ku koha e gjatë që Izraeli rri në shkretir, plot 40 vite, paraqitet qartësisht si provë besimit. Numrin 40 vite e gjejmë edhe tek libri i Numrave 14:33-34, tek libri i Jozuehut 5-6, por edhe Psalmi 95:10 thot se populli endej 40 vjet në shkretir, deri që erdhi në tokën e premtuar.
Vonesa e Mojsiut tek libri i Daljes kapitulli 32 funksionon në mënyrë të ngjashme. Ajo nxjerr në pa nevojën e popullit të shoh shenja të dukshme, të bindet duke parë me sy fizikisht Mojsiun. Ky është një tundim i madh për popullin. Populli nuk beson nëse nuk sheh prova. Pa të, ata rikthehen te idhujtaria. Kështu vonesa është çështje feje. Është krejtësisht si tek rasti kur Jezusi kritikon këtë brezni e mbani mend me siguri, sepse breznia e prap të lavire shenjë kërkon. Shenjë tjetër s'do t'i jepet përveç shenjës së Jonës profet. Kështu shprehet Jezusi tek Ungjilli Mateut, kapitulli 12, rreshti 39. Këto fjalë të tijat tërheqin vëmendjen me fjalorin ungjillor të fakti se nëse populli nuk sheh shenjë, do ta tralltoj beslidhjen. Viçi i artë që këtu del si produkt i mungesës së durimit nga ana popullit, paraqet një paradoks. Tek Dalja 12:14 lexuam çlirimin e mrekullueshëm të popullit nga skllavëria. Këtu papritmas, shumë shpejt, populli i harroi të gjitha. Tek Dalja 12:14 hyi vepron në mënyrë të dukshme. Tek kapitulli 32 hyi vepron, por populli nuk e sheh. Populli nuk di se çfarë hyi po bën me Mojsiun atje në mal. Ai vepron vetëm me Mojsiun. Gjejmë këtu një mësim të rëndësishëm. Ashtu si çlirimi nga skllavëria është diçka e dukshme, mbajtja e beslidhjes ka si karakteristikë thelbësore të veten fushën intime të njeriut, aspektet personale të ndërgjegjes. Janë elemente që nuk duken, por që janë të lidhura ngushtë me fenë e personit. Mbajtja e beslidhjes shfaqet në sferën e jashtme, duke mbajtur besnikrisht urdhrimet, por shfaqjet e jashtme të saj kanë kuptim vetëm nëse burojnë prej fesë. Këtë ka theksuar shumë herë Jezusi. Ai ka kritikuar farizejt për shembull, se i mbajnë urdhrimet sa për sy e faqe, por zemrën e kanë larg prej Zotit. Nëse keni dëshirë, lexoni kapitullin 23 të Ungjillit të Mateut, ku ishte përmbledhur qartë ideja e Jezusit në lidhje me këtë aspekt. Mbajtja formale e beslidhjes nuk është e mjaftueshme, pikërisht sepse ajo i ka bazat në sferat intime të personit, në fushën e ndërgjegjes dhe jo as pak në formalitete. Vonesa e Mojsiut paraqitet këtu si sfidë fesë. Deri atëherë ai ishte siguri e lidhjes me hyjen e Abrahamit, Izakut dhe Jakobit, një hyj të vetëm, siç e parasheh urdhrimi i parë i Zotit. Ai ishte ndërmjetësi i beslidhjes midis Zotit dhe popullit. Në vonesën e tij populli kërkon prej Aronit, shoqëruesit të parë të Mojsiut, që të bëjë zota për ta. Kërkesa e tyre është absurde, është që ta thejnë beslidhjen, urdhrimin e parë që thekson se Zoti është një Zot i vetëm, dhe të thejnë për kushtimin që populli kishte premtuar se do t'ja rezervonte Zotit, që e kishte çliruar nga Egjipti, atij Zot dhe asnjë tjetri. Edhe pse zota tjerë nuk ka, por janë veprat e duarve të njeriut, siç thot për shembull Psalmi 115, rreshti 4, edhe Psalmi 135, rreshti 15. Idhujt e paganëve janë argjent e arë, prodhim i dorës së njeriut. Aroni vendosi t'u plotësoj kërkesën, të bëj idhull të formuar prej ari, një prodhim prej dorës së njeriut, të modeluar në formë të viçit. Arin e marrin prej vathëve të grave, vajzave e djemve që kishin me vete, kështu thot rreshti 2, që tregon se një farë pasurie e kishin me vete kur dolën prej Egjiptit. U thot ironikisht, ja hyjnit të tua, o Izrael, që të nxorën nga dheu i Egjiptit, kështu thot Aroni tek rreshti 4. E kemi parë kur kemi shpjeguar plagët e Egjiptit se Apis, një prej hyjnive egjiptiane, kishte formën e kaut, shpesh edhe të viçit, varësisht prej mundësisë që kishin njerëzit ta riprodhojnë, dhe simbolizonte në mendjen e egjiptianëve jetën, forcën, pjellorin, pranin konkrete të Zotit në jetesën e njeriut. Kau, sipas tyre, kishte pikërisht ato karakteristika që duhej të kishte hyji i Izraelit. Zavendësojnë hyjnin e vet me një hyjni egjiptiane. Rreshti 6 përshkruan reagimin festiv të popullit kur e prodhuan viçin. Do të citojmë këtu hebraishten, sepse është shumë treguese. Thot teksti se ata u ngriten heret dhe pasi i kushtuan fli viçit të artë, hëngrën dhe pinë,
dhe kështu shkruan në hebraisht, Yakimu Letzachek, filluan të gëzohen, filluan të bëjnë fest. Fjala hebraike cachak, dhe më thënë me qesh, me ba fest, si që bajnë njerëzit e dejun, do njëherë dhe më thënë edhe me talë tjetrin, por ka edhe një dhe më thënje që nën kuptohet në këtë tregim. Ka kuptimin e ngashnimeve emotive që bëjnë burri dhe gruaja, të stilit të lojrave që bën një çift edhe në publik, me të cilat tregojnë se janë të dashuruar. Tek Zanafila 28:8 për shembull, Abimeleku duke shikuar prej dritares, pa Izakun duke luetur me Rebeken, gruan e tij. Dhe kështu kuptoi se ishte gruaja e tij dhe jo motra sikur se i kishte thënë. Nuk ishin ato lojra që bëhen me motrën. Gjithashtu edhe gruaja Potifarit tek Zanafila 39:14 përdor fjalen cachak me lujt në të njëjtin kuptim. Ajo thot kështu: apo shihni, na solli në shtëpi një hebre që të luaj me ne, hyri tek unë për të rënë me mua, por kur dëgjoj se unë po bërtas, e lëshoj petkun që ja kapa e iku jashtë. Të dy këto raste folja cachak, me qesh, me lujt, me nga zëlluj e tjera, është e përdorur për të përshkruar veprimet emotive midis burrit dhe gruas. Festimi i popullit me rastin e paraqitjes së flisë pra, ka karakteristika fllëgështie. Duket si një promiskuitet i dytë i popullit me zotat egjiptian, janë si të dashuruar me ato zota. Te kreshtat 7-14 përshkruhet hidhrimi i Zotit dhe fjalët e tij janë ato rrethana. Do të flasim për konceptin e hidhrimit të Zotit më gjerësisht kur të shpjegojmë librin e gjyqtarëve. Zoti e informon Mojsiun për drellinë që kishte bërë populli poshtë. I thot, mos vono e zbrit poshtë, sepse populli yt që e nxorën nga dheu i Egjiptit u prish. Kështu shkruan tek kreshti 7. Për ta kuptuar më mirë kuptimin e përkthimit shqip u prish, duhet t'i referohemi hebraishtes edhe një herë. Shprehja që gjejmë këtu është ki shichet amha. Folja shachat pra është në pyetje dhe ka domethënien e shkatrimit. U shkatrua, u prish, u tjetërsua populli yt. Mund ta përkthejmë në mënyra të ndryshme në gjuhën shqipe. E ka kuptimin pra të sjelljes, krejtësisht jo morale. Përdoret kjo folje tek Zanafila kapitulli 6, rreshtat 11-12, kur autori tregon arsyet pse Zoti vendosi të dërgojë përmbytjen. E dërgoi sepse, kështu shkruan rreshti 12 i kapitullit 6 të Zanafilës, hyi e shikoi tokën dhe ja ishte e prishur, sepse sjellja e çdo njeriu përmi tokë ishte sjellje plot ligësi. Pra Zoti e vren edhe ai këtë promiskuitet që populli kishte bërë me hyjin egjiptian Apis, pra me viçin e artë, populli është prish, populli është tjetërsuar. Nuk është këtu rasti të shpjegojmë mënyrat e foljeve hebraike në takimet tona lexo Biblën me ne, por është domosdoshme t'i referohemi nga një herë kësaj gjuhe të shenjtë, sepse vetëm ashtu i kuptojmë nuancat e tekstit, jo prej përkthimeve. Folja shachat gjendet këtu në trajten PL. Në atë trajt folja zhvillon veprimtari më intensive se në trajte normale, kall, ndonjëherë edhe veprimtari që përsëritet. Ku një folje gjendet në PL, shpesh përshkruan punë të kryer. Në këtë rast, shichet, folja shachat mund të përkthehet si diçka e kryer, si vepër e bërë me bindje. Populli, me fjalë tjera, e shkatroi veten, e prishi veten përfundimisht, e bëri vullnetarisht, aktivisht, nuk e detyroi askush. Idhujtaria pra përshkruhet tek ky tekst si veprimtari vetë shkatruese. Në fund të vrejmë edhe se si Zoti e quan popullin, ai thot Mojsiut, populli yt u prish. Populli yt e shkatroi vetveten. Pas shkeljes së beslidhjes, Zoti nuk e konsideron më Izraelin si popull të vetin. Zemrimi i Zotit përshkruhet si rrezik i shkatrimit të plot. Tek rreshti 10 Zoti propozon duke thënë: "Më lësho të ndizet flak hidhrimi im kundër ti, e tash Faros e pastaj prej teje do të bëj një popull të madh." Zoti pra dëshiron të bëjë diçka të ngjashme, sikurse ka bërë me Noehun, sikurse ka bërë me kullën e Babelit.
Zoti gati i merr leje Mojsiut, por e le fatin e popullit në dorë të shërbëtorit të vet. Si te rasti i Abrahamit që ndërmjetëson për Sodomen, kështu dhe Mojsiu ndërmjetëson për popullin. Propozimi i Mojsiut që Zoti e pranon është teologjikisht kompleks. Nuk mund të shpjegojmë gjithçka këtu, por së pari ta dëgjojmë. Mojsiu i përgjigjet Zotit me këto fjalë. E lexojmë tek rreshtat 11 deri në 13 te kapitulli 32. Përse o Zot do të ndizet flak hidhrimi yt kundër popullit tënd, të cilin e nxorën nga dheu i Egjiptit me fuqi të madhe e dorë të fortë. Jo të lutem, që të mos thonë egjiptiant i nxori me drelli, që t'i vras në male e t'i shfaros nga toka. Le të qetësohet hidhrimi yt dhe dëftohu i mëshirshëm mbi të keqen e popullit tënd. Të bie ndërmend Abrahami, Izaku e Izraeli, shërbëtorët e tu, të cilëve u përbetove me vetvete kur u the: do ta shtoj farën tuaj si yjet e qiellit dhe tërë këtë tokë për të cilën ju fola, dhe do t'ja jap farës suaj e do të jetë e juaja përgjithmonë. Ndërmjetësimi i Mojsiut përdor 3 argumente. Mojsiu së pari korrigjon Zotin. Thot se populli është i Zotit, jo i Mojsiut. I dyti është i lidhur me lavdinë e Zotit. Zoti ka insistuar disa herë se të gjithë kombet do të habiten me lavdinë e tij. Por nëse do ta shkatronte Izraelin, egjiptian do të tallen me emrin e Zotit, do të thonin: i nxori me drelli që t'i vras në male e t'i shfaros nga toka. E treta, beslidhja me Abrahamin, Izakun dhe Jakobin kërkon besnikëri. Mund të mendohet që populli të mos e mbajë premtimin e dhënë. Nuk është justifikim, por ndoll. Mojsiu i thot Zotit se kjo nuk mund të ndodhë me Zotin. Zoti qëndron gjithmonë besnik. Te kreshti 14 tregohet se si Zoti pendohet, i dhimbet populli dhe ka mëshirë për te. Ka mëshirë për të për arsye të ndërmjetësimit të Mojsiut. Kjo është forca e lutjes. Zoti ka mëshirë për atë që i drejtohet me sinqeritet dhe i lutet, edhe kur ndërmjetëson për tjerë. Nga libri i Daljes, kapitulli 32, rreshtat 15 deri në 24. Mojsiu kthye dhe zbriti prej malit me 2 rasa të dëshmisë në dorë, të shkruar në të 2 anët. Vepër e hyjit, edhe shkrimi ishte i hyjit, i gdhendur në rasa. Jozuheu dëgjoi zhurmën e popullit që bërtiste dhe i tha Mojsiut: kushtrim lufte në të banisht. Mojsiu i përgjigji: s'është bërë ri nga dhënjësisht, as vaj i të venav në ikje. Britmë këngëtarësh unë dëgjoj. Kur ju afrua të banishtës pa viçin e vallet, Mojsiu i hidhëruar për së tepërmi, i hodhi prej dorës rasa dhe i coptoi në rreth të malit, e kapi viçin që ata kishin punuar, e dogji në zjarr dhe e thermoi, e bëri pluhur, pluhurin e qiti në ujë dhe shtrëngoi izraelitët ta pinë. Atëherë i tha Aronit: çfarë të ka bërë ky popull, që ngarkove me më të madhin mëkat? Ai përgjigji: mos mu hidhërojmë sot, ti e njeh mirë këtë popull, së është i gatshëm të bëj të keqen. Ata më thanë: na i puno zotat që të na prinë, nuk dim se çfarë i ka ndodhur këtij Mojsiu, njeriu që na nxorri nga dheu i Egjiptit. Unë u thash: kush prej jush ka ari? E morën e ma prunën, unë e qita në zjarr dhe doli ky veç. Kur Mojsiu kthen nga mali, hidhrohet edhe ai. Nuk arrin të ruaj qetësinë kur sheh atë marrëdhënie frikështore të popullit me idhuj pagan, me viçin e artë. E sheh se beslidhja e deri atëhershme nuk është më e vlefshme dhe se ka nevojë të përtritet. Mojsiu vet shkatron viçin e artë dhe me ndyrjen e ujit që u jep izraelitëve, fillon procesin e kthimit të tyre, të pastrimit të popullit. Te kreshtat 59 përcaktohet fisi i Levit si fis meshtarak. Levitët do të kujdesen që populli t'i rri besnik Zotit dhe të mos lidhen me hyjni tjera. Cilat janë mësimet teologjike kryesore që mund të nxjerrin nga ky tekst? Pa hyrë patjetër tepër në shpjegimin e të gjithë detajeve të mundur,
I pari është se mohimi i hyjit të Abrahamit, Izakut dhe Jakobit ka pasoja shumë të rënda për popullin e Izraelit. Sa të ndodh kjo, bie poshtë beslidhja dhe populli nuk mund të konsiderohet më popull i Zotit. Kjo vlen do ta shohim edhe për beslidhjen e re dhe të amshueshme që Zoti do të lidh me të gjitha komet e botës nëpërmjet flisë bashkore të Krishtit. Të krishterët duhet ta pranojnë këtë beslidhje që Zoti lidh me ta nëpërmjet Krishtit dhe asaj beslidhje do t'i qëndrojnë besnik. Se si të krishterët marrin pjesë në beslidhjen e re dhe të amshueshme që Zoti lidh me ta nëpërmjet Jezusit, është nëpërmjet pjesëmarrjes në Eukaristinë e Shenjtë, por do të flasim sa herë në të ardhmen mbi këtë temë. Së fundi, edhe një element tjetër interesant dhe i rëndësishëm teologjik është fakti se Zoti ndryshon mendim. Zotin e prek vuajtja e popullit. Zoti ka dhimbje për ta. Zoti tregon mëshirë. Zoti është i drejtë. Zoti jep dënimin e merituar, por mëshira e tij gjithmonë e mbulon drejtsinë. E gjithë kjo bazohet në dashurinë që Zoti ka për popullin e vet. Dashuria faktikisht, dhe mund ta përfundojmë këtë pjesë duke thënë këtë gjë, dashuria për tjetrin është drejtësia më e madhe që atij mund t'i bëhet. Dashuria, jo dënimi, dashuria, jo ndëshkimi. Nga libri i Daljes, kapitulli 34, rreshtat 1 deri në 9. Atëherë Zoti zbriti në re, u ndal aty, përngjati dhe e shpalli emrin e Zotit. Zoti kaloi përpara tij e shpalli: Zoti, Zoti, hyj i mëshirshëm e i butë, i durueshëm e shumë i mëshirshëm dhe i vërtet, që qëndron besnik me mira brezni, që duron fajin, kundërshtimin dhe mëkatin, por nuk lë pa ndëshkuar asgjë, që ndëshkon pa usinë e jetër në fëmijë, madje në nipa, në të tretën e në të katërtën brezni. Mojsiu ra vrik me fytyrë përdhe, adhuroi e tha: O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutem, shtëkto me ne. Një mend është një popull zvërë ngurt, por ti na i fal fajet tona e mëkatet e na prano për pronën tënde. Te kapitulli 34 lexojmë se si Zoti e përtrin beslidhjen me popullin e vet. Beslidhjen që ata kishin thyer me ndërtimin e viçit të ardh. Zoti i urdhëron Mojsiut të gdhen 2 rasa guri, në krahasim me të parat që i kishte gdhendur ai vet, kësaj herë rasat i gdhen Mojsiu. Por si në rastin e parë, si në të dytin, shkrimi është shkrim i Zotit. Kjo i shenjë se ndërmjetësi vepron të njëjta gjëra që vepron Zoti, shkruan pikrisht atë që Zoti i thot. Tek rreshtat 5 deri 9 gjejmë atributet e Zotit, që quhen atributet e mëshirës. Ato zbulojnë karakterin dashamirës të Zotit për popullin e Izraelit. Është i mëshirshëm dhe i dhëmshur, shumë i durueshëm, plot me mirësi, i vërtet. Janë atributet e Zotit që, siç do të shohim, do t'i përsëris mbar shkrimi i shenjtë, si librat profetik, si të urtisë, si beslidhja re, të gjithë e quajnë Zotin i mëshirshëm, i dhëmshur, shumë i durueshëm, plot me mirësi, i vërtet. Zoti kurr nuk e lë të pandëshkuar fajtorin, kështu thot rreshti 7, edhe pse është i dhimbshëm. E tham këtë edhe tek pjesa me sipërme. Pas këtyre atributeve të Zotit, që është njëkohësisht i frikshëm, tremendum, thoshin biblistat e shekullit të kaluar, por edhe i dashur, fascinans, tregimi futet në fusha liturgjike. Mirë po, për ta kuptuar më mirë, na duhet të kthejmë në kohën kur ky tekst është shkruar. Shëmbëllen kohën e shekullit 5, shekullit 4 para Krishtit. Të kthyer nga shpërngulja babilonase, populli duhet të evitojë në të gjitha mënyrat të bëjë
atë që ka bërë me vitin e ardhë, të lidh beslidhje me hyni pagane. Në Izrael në fakt do të ndalohet çfarë do kulti përveç atij të kushtuar në tempullit që do të ndërtohet. Kështu Izraeli nuk do të lidh aleanca as me kombe tjera që do të jenë të instaluar në tokën e premtuar. Përcaktohet festa e Pashkëve dhe Bukëve të Pabrume, që do të festohen në pranverë si përkujtim i kalimit të detit të Kuq, që ka ndodhur pikërisht në pranverë. Pastaj festa e të shtunës, Shabat, për të cilën kemi folur, është festa kur gjithçka i kushtohet Zotit dhe provanisë së tij, kështu thot rreshti 21. Si edhe festa e javëve dhe të korrave, Shavuot dhe Sukot, rreshtat 22, 23, por për këto do të flasim përsëri në të ardhmen kur të shpjegojmë librin e Levitikut. Rreshti 39 shkruan se fytyra e tij, fytyra Mojsiut, lëshon të rreze për shkak të bisedimit të tij me Zotin. Është e njëjta skenë që ndodh kur shndrohet Krishti në malin Tabor. Ky tregim ndihmon të kuptohet më mirë domethënia e shtrimit të Jezusit. Ai ndodhej në praninë e Zotit, sikur Mojsiu po fliste me të. Paraqitej si Mojsiu i ri, edhe pse ati ju duk Mojsiu vet. Prania e Elis simbolizon korpusin e profetëve në shkrimin e shenjtë. Ligjet e profetët janë, për beslidhjen e re, shenja e beslidhjes. Në Krishtin lidhet, siç e thekson me forcë letra hebrejve, beslidhja e re dhe e amshuar. Në këtë pjesë të librit të Daljes, shkrimi i shenjtë na flet mbi një situatë e cila paraqitet me largimin për një kohë të gjatë të Mojsiut mbi malin e Sinait. Largimi i tij shkakton padurim te populli i Izraelit. Populli, edhe pse i shpëtuar nga zgjedhja dhe skllavëria, humbi durimin dhe kërkon sa më shpejt të zvendësoj hyin me një produkt të krijuar nga njerëzit. Figura e Aronit, njeriu që ishte aq afër Mojsiut dhe pjesëmarrës të fuqinë e mrekullive që bëri hyj për të nxjerrë popullin e Izraelit nga Egjipti, bie pre e kërkesave njerëzore dhe pranon që me produkte toksore të mund të krijojë një kult adhurimi, duke larguar popullin nga hyj. Njerëzit fillojnë të adhurojnë objektin e krijuar nga vetë ata. Sa herë njeriu nga padurimi largohet nga hyj, sa herë e zëvendësojmë atë me pasurinë, pushtetin, suksesin, idetë tona dhe rrymat filozofike, siç ishin ato që në qendër të jetës, në vend të hyjit, vendosin njeriu. Hyji lihet minjan, ose fshihet nga mendja e njerëzve. Padurimi na bën të largohemi nga hyji, që është burim jete, dhe të jepemi pas idhujtarisë, që na largon nga jeta dhe na mbush me trishtim. Sa njerëz të pasur nuk arrin të gjejnë lumturinë në vetvete, sepse kanë humbur busullën se hyji është lumturia e vërtetë. Hyji njofton Mojsiun se populli i Izraelit po mëkaton, duke adhuruar një viç të metalt. Hyji e sheh që populli është zverk ngurt, një popull që nuk pranon të mirat që hyji kishte bërë për ta. Edhe pse i shpëtuar nga zgjedhja e egjiptianëve, zemrat e tyre nuk ndryshojnë. Sa herë nuk arrim të shohim të mirat që hyji ka bërë për ne. Sa herë harrojmë të kujtojmë për atë që na ka krijuar dhe na qëndron pranë në çdo moment. Sa herë jepemi pas dëfrimeve dhe qefeve trupore dhe harrojmë të mirat qiellore. Sa herë largohemi nga hyji dhe u mbasim në gjëra toksore, por hyji është i mëshirshëm, i duruar dhe i drejtë. Mojsiu i lutet hyjit që të mos ndëshkojë popullin e Izraelit, që e nxori nga Egjipti me fuqi të madhe e dorë të fortë. Te Mojsiu shohim fuqinë e lutjes. Lutja është ajo që na mban në marrëdhënie me hyjin. Nuk na largon prej tij, por është aq e fortë sa të ndryshojë rrjedhën e historisë. Lutja e tij shpëton popullin e Izraelit nga idhërimi i hyjit. Kur Mojsiu zbriti nga mali Sinait, dëgjoi britma të mëdha gëzimi. Ky gëzim nuk lidhej me hyjin, por me qefet njerëzore, momentale, kushtuar idhujtarisë. Rasat,
simboli komunikimit të hyjit me njerëzit, thyen nga Mojsiu, si një shenjë që populli ishte larguar prej hyjit dhe nuk meritonte fjalët e tij. Mëkati na largon nga hyji, na largon nga lumturia e vërtetë. Çdo mëkat, edhe pse i falur, nuk shmang pasojat e veta. Dhe populli i Izraelit, mëkatin e idhujtarisë, e shlyen kush me çmim të djalit, të vllait apo vajzës së vet. Mojsiu e kthej mviçin në plur, pra në një hiç, dhe duke hedhur plurin në ujë, i detyroi të pinë nga ai ujë. Kjo është shenja se idhujtaria është mëkat, pasi është një hiç dhe se mëkati sjell pasoja. Sa e rëndësishme është që njeriu të njohë kufijtë e vet. Kalimi i kufive njerëzore na zhndëron nga të qenurit njerëz me dinjitet, respekt e dashuri. Por hyji nuk haron asnjëherë premtimet e bera. Ai nuk haron beslidhjen e bërë me Abrahamin, Izakun e Jakobin, dhe i thot Mojsiut të çojë popullin e nxjerrë nga Egjipti tek toka e premtuar. Por fakti që Zoti nuk do t'i shoqëronte ata në udhëtimin bëri që populli të mbulojë nga trishtimi. Larg hyjit, jemi gjithmonë të palumtur e të trishtuar. Për të na dashur, hyji nuk sheh pasurinë, veshin e jashtme, atë që duam të dukemi. Hyji kërkon të shohë zemrat tona, nëse ato janë të ngurta apo premishi. Tibanishtja, simboli i mëkatit që ndante njerëzit nga hyji, bëri që Mojsiu të ndërtonte një tendë larg saj. Kjo largësi është koha dhe rruga e nevojshme për të takuar hyjin. Tenda është simboli i pastërtisë, ku hyji mund të zbresë dhe të komunikojë me njerëzit në mënyrë të dukshme, si shtylla e resë që dukshëm zbriste te tenda e hyji komunikonte me Mojsiun. Shtylla e resë është simboli i hirit të Zotit, që zbret mbi njerëzit që e duan dhe e dëgjojnë atë. Ky hir nuk është diçka pa vlerë, po është një hir që na ndryshon. Në kërkesën e Mojsiut, që dëshiron t'i afrohet aq sa është e mundur qenësisë hyjnore, shohim se natyra hyjnore nuk mund të shihet, por rrjedhojat po. Rrjedhoja e mirësisë, hirit e dashurisë, rrjedhin prej atij që quhet Zot. Është hyji që vjen tek ne e na zbulohet. Është ai që shpall emrin dhe natyrën e tij. Ai është një hyj mëshirshëm, i vërtet, i durueshëm, i butë, besnik me mira brezni. Është një hyj që duron fajin, kundërshtimin e mëkatin, por nuk lë pa ndëshkuar asgjë. Mojsiu kupton se pa praninë e hyjit, populli nuk mund të shkojë askund. Hyji është shoqëruesi kryesor i jetës së njerëzve. Është hir i dukshëm i të qenurit bij të zgjedhur të hyjit. Për hyjin, ne nuk jemi krijesa pa vlerë, por jemi imazhi i tij, që ai na njeh për emër. Kur zemrat tona pranojnë me përullësi hirin e Zotit dhe lejojmë që ai të jetë udhërrëfyesi dhe shoqëruesi i jetës sonë, gjithçka ndryshon. Asgjë nuk na frikson, por na frymëzon që të jemi dëshmimtar të vërtet të pranisë së hyjit në jetën tonë. Hyji bën përsëri beslidhje me Mojsiun. Ai i premton Mojsiut se në popullin e Izraelit ai do të bëjë mrekulli dhe vepra mrekullie që nuk janë parë në mbar botën dhe në asnjë popull. Hyji dëftehet që është Zot dashurie e falje. Hyji tregon se njerëzit nuk duhet të adhurojnë hyj tjetër përveç tij. Hyji fton Mojsiun të bëj kujdes me miqësitë që duhet të krijojë, pasi kombet e tjera nuk i njihnin hyjin e Izraelit, por besonin në ltere e kulte të bëra nga dora e njeriut. Edhe ne duhet të bëjmë kujdes në çfarë besojmë, çfarë vëmë në vend të parë, çfarë mbjellim në zemrat e mendjet tona. Duhet të largohemi prej veseve të këqija, që na japin kënaqësi momentale dhe na largojnë nga lumturia që rrjedh nga raporti me hyjin. Duhet të largohemi nga vese toksore, të kumarit, drograve, filligishtisë, gënjeshtrës, vjedhjes
dhe të zgjedhim rrugën e vërtet që vjen prej fjalës hyjit. Jeta dhe trupi ynë i përkasëm vetëm Zotit. Bullizmi, hakmarrja, aborti, eutanazia, vrasje dhe vetvrasjet nuk duhet pranohen. Trupi ynë është tempulli i hyjit. Nuk mund të bëjmë ne çfarë të duam me të. Nuk duhet të jemi ne që vendosim për jetën tonë apo të tjerëve. Të na bjerë ndërmend veprat e mira që hyji ka bërë për ne. Në jetë duhet të jemi mirënjohës e falënderues hyjit tonë. Nuk duhet të largohemi asnjëherë prej tij. Fjala e tij duhet të jetë udhëheqës në ecjen tonë. Njeriu nuk ngihet vetëm nga buka, por nga çdo fjalë që vjen prej hyjit. Gëzoni veç në hyjin e vërtet. Ndiqni urdhërimet e tij. Mësoni të dëgjoni dhe të gjunjëzoheni me përullësi para hyjit, krijuesit ton. Dhe gëzimin e lumturisë së përftuar, ndaheni me të tjerë. Bëhuni dëshmitar të fjalës së mirë që vjen nga hyji. Pas takimit me hyjin, ne nuk mund të jemi të njëjtë. Fytyra jonë duhet të ndriçojë si fytyra e Mojsiut, që pasi pa dritën e lavdisë së hyjit, fytyra e tij ndriçonte. Kështu duhet të jenë edhe të krishterët në jetën e përditshme, rezatues të hirit të Zotit. Kur takojmë hyjin, ne bëhemi dritë për të tjerët, bëhemi udhërfyes drejt tendës së shenjtë të hyjit që lidhet ngushtë me birin e tij, Jezu Krishtin që është Zot, dhe na çliron prej çdo mëkati. Të jemi të krishterë në zemër e vepra në jetën tonë. Takimi i ardhshëm do të jetë takimi i fundit mbi librin e daljes. Do të lexojmë pjesën nga kapitulli 35 deri në 40. Lexojeni të shtëpia se do ta kuptoni më mirë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj si gjithmonë dhe ju urojmë bekimet e Zotit.